بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala që na ka bërë musliman. Mëshira e Allahut qoftë mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ato të cilët ndjekun dhe pasojnë rrugën e tij. Në javën e kaluar kemi filluar me fol për mbi temën të urdhëruarit për të mirën dhe të ndaluarit nga e keqja. Kena përmend ajetet kuranore të cilat i ka përmend Imam Nawawi radhiyallahu anhu në librin e tij Riyadus Salihin. Gjithashtu kena përmend edhe 5 pika që duhet me pas parasysh ai musliman i cili urdhënon për të mirën dhe ndalon nga keqja. Këto 5 pika ishin: ai person i cili urdhënon për të mirën dhe ndalon nga keqja duhet me e njoft mirën dhe të keqen. Nëse nuk e njeh mirën edhe të keqen, mos urdhëno, as mos ndalo. Sepse mund të urdhënosh për diçka, mendon se është e mirë, ajo në realitet sipas shariatit është e keqe. Ose mendon se është e keqe, ajo në realitet sipas shariatit është e mirë dhe e lejuar. Pika e dytë, kena thënë duhet që me e ditë personi se filan person e ka lënë të mirën ose e ka bërë të keqen në mënyrë që me të dhënë e drejtë aty me urdhënu për të mirë ose me ndalu nga e keqja. Përndryshe, me ecë me hamendje, me ecë me dyshime, me ecë me paragjykime, nuk e ka të lejuar muslimani. Pika e tretë, kena thënë se të urdhënimit për të mirën dhe të ndaluarit nga keqja duhet me u bë me butësi. Për shkak se Allahu jep prej rezultateve me anë të butësisë, aq që nuk e jep prej ashpërsisë. Pika e katërt, kena thënë se të ndaluarit nga një e keqe nuk duhet me kanë shkak për një të keqe më të madhe mes dy të këqijave, zgjedhin të keqen më të vogël. Kena thënë pikën e 5 se muslimani nëse don me urdhënu për të mirë dhe me ndalu nga keqja, duhet me kanë ai vetë i pari shembull në praktikimin e të mirës dhe ndalimin dhe në frenimin e vetvetes prej të keqes. Sot do të flasim inshallah taala hadithet që i ka përmend Imam Nawawi në librin e tij Riyadus Salihin, ata hadithe që na nxisin ne dhe na tregojnë një domosdoshmërinë e të urdhënimit për të mirë dhe të ndalumit nga keqja. Hadithin e parë tregon profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur i drejtohet shokëve të tij dhe i thotë: "Iyyakum wal julusa fi at-turuqat." Rujuni dhe mos rrini, mos u ulni në rrugë. Sahabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam i thonë: "O i dërguari i Allahut, nuk kena hallas dëmën po ndaj në rrugë, për shkak se bisedojmë, diskutojmë, flasim njëri me tjetrin." I thotë Zotni sallallahu alaihi wasallam: "Atëherë nëse nuk pranoni vetë se më ndaj në rrugë, jep një rrugë hakun që i takon." Sahabët e pyesin: "O i dërguari i Allahut, wa ma haqqu at-tariq?" Cila është haku i rrugës? Cila është e drejta e rrugës? Thotë Zotni sallallahu alaihi wasallam: "Ghaddul basari, ma ul shikimin prej haramit, wa kafful adha, mos me bë dëm kuj, wa raddu salam, me kthy selamin tjetrit, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." Me urdhnu për të mirë dhe me ndalu nga keqja. Në këtë hadith profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na bëhet e qartë ndalimi i atij Zotni sahabëve të tij për më ndaj në rrugë. Pse? Se ai që rrin rrugë hallas dërmon, po i rasunin haram, po u tagu dikën, po përgoju dikën, po përqesh dikën, po përfol dikën, po hub kuhen kat, hallas dërmon s'ka. Ai Zotni sallallahu alaihi wasallam i ka ndaluar sahabët e tij prej këtyre veprave. I ka thënë s'kena hallas dërmon po ndaj në rrugë, për shkak se është vendi me të cilin na rrimë dhe diskutojmë dhe bisedojmë njëri me tjetrin. Ai Zotni sallallahu alaihi wasallam i ka thënë atëherë nëse nuk pranoni vetë se më ndaj në rrugë, i jep një hakun rrugës. Cili është haku i rrugës? Haku i parë është me ul shikimin prej haramit. Kudo që ti jesh, muslimani ka obligim me ul shikimin e tij prej haramit, aq më tepër në rrugë, për shkak se në rrugë mundësia për me pa haramin është edhe më e madhe. Ai Zotni sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se
hisja e synit prej gjunahit të imoralitetit është shikimi i haramit. Hisja e synit prej gjunahit të imoralitetit është shikimi i haramit. Në një hadith tjetër, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Thalathatun la tara a'yunuhum an-nar." Tre persona sytë e tyre nuk i shikojnë zjarrin e xhehenamit. Tre lloje sysh nuk i djeg zjarri i xhehenamit. Cilat janë ato tre lloje sysh? Syni i parë është ai që mbron ose është vigjilent në rrugt Allahut subhanahu wa ta'ala. Syni i dytë është ai i cili derdh lëp prej frikës ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe syni i tretë është ai ainun kaffat an maharimillah. Një sy i cili mbyllet kur bëhet fjalë haramin që e ka bërë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ai person që e ruan synin e tij prej haramit, nuk ja djeg zjarri i xhehenamit synin e tij. Në një hadith tjetër, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idmanu li sittan admanu lakum al-jannah." Mi garantoni 6 gjana, ju garantoj juve xhenetin. Cilat janë këto 6 gjana? Nëse flet, fol vërtetën dhe mos rrejnë. Nëse premton, moje premtimin tënd. Nëse t'jepet një amanet, ruaje amanetin që ke marrë përsipër. Ruaje nderin tënd, huddu absarakum, ulni shikimin tuaj prej haramit, wa kuffu aydiakum, dhe ruani durët tuaja prej zullumit dhe padrejtësisë. Mos i bani dëm dikujt me dorën tuaj. Haku i parë rrugës me ul shikimin prej haramit. Haku i dytë, mos me i bë dëm kujt. Është haram muslimani me i bë dëm dikujt. Muslimani nuk guxon me i bë dëm kujt as me dorën e tij, as me gojën e tij. Dhe nëse muslimani dën me i bë mirë dikujt, nëse dën me kenë i dubishëm për shoqërinë e tij, mirë për fatkeq nuk ka mundësi. As mundësi materiale, as mundësi fizike, as mundësi intelektuale me i bë mirë dikujt. Si me fitu sevapin këtë person? Ka thënë e Zotëni sallallahu alaihi wasallam: "Kuffa sharraka 'anil nasi fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik." Atëherë nëse si i Zoti me i bën mirë njerëzve, mos i bën keq, për shkak se frenimi i jot, frenimi i vetvetes prej të keqes, nëse nuk i bën keq kujt, është sikur se më dhan sadaka për shpirtin tonë. Nëse smundesh me i bë dëm, nëse smundesh me i bë mirë kujt, mos paku mos i bën keq, për shkak se edhe një frenimi i vetvetes që nuk i bën keq kujt, është sikur se më dhan sadaka për hajat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ule shikimin, mos i bën dëm kujt dhe ktheje selamin. Mundet me pyet dikush edhe me thënë, po pse i Zotëni sallallahu alaihi wasallam këtë hadith ka thënë me kthy selamin? Pse nuk ka thënë me e dhën selamin? Në sa hadithe ai Zotëni ka thënë jepni selam, përhapni selamin, nuk do të duheni nëse nuk e përhapni selamin me sysh. Pse ka thënë me e kthy selamin dhe nuk ka thënë me e dhën selamin? Për shkak se prej edukatës së selamit është se nëse disa persona janë duke në një vend ose janë të ulur në një vend, ata që kalojnë e kanë sunet me i dhënë selam tyne që rrinë. Kalimtari e ka për sunet me i dhënë selam atij që është duke ndajnë. Prandaj ai Zotëni sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse jeni duke ndajnë në rrugë dhe kalon dikush dhe jep selam, e keni borxh me ja kthy selamin atij që jep juve selam. Me ul shikimin prej haramit, mos me i bë dëm kujt, me ja kthy selamin tjerëve prej obligimeve që kena është edhe me urnu për të mirë edhe me ndalu nga ato që. E këna përmend vallën tjetër se muslimani kur është prezent ndaj një të keqeje, duhet me eliminu këtë keqe ose me franu këtë keqe ose me pengut këtë keqe ose me ndalu këtë keqe me dorën e tij, nëse nuk është i Zoti, me gojën e tij, nëse nuk është i Zoti, mos paku me zemrën e tij. Ai Zotëni sallallahu alaihi wasallam i ka orientuar sahabët, me qenë se barrinin rrugë, Halës dërman për apo një të keqe, keni me kënë dëshmitar i shumë gjanave të këqija. Dhe obligimi më i pak është me urry këtë keqe me zemrën. Në një hadith, ai Zotëni sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse prezanton dikush një të keqe, një gjuna që bëhet, fakariha dhe e urrën këtë keqe, kanë kamen ghaba anha, është sikur se mos më prezantuat keqe. Kurse ai i cili nuk është prezent tek ajo keqe, mirë po ferradiha, e ka ndisa është bën një keqe dhe ka keni pajtum, është knoq me atë keqe,
kanë kamen shahidaha, e ka gjinojnë sikur se me kanë dëshmitar dhe prezent i asaj të keqe. Nëse bëhet prezent tonë një e keqe dhe e mohon, e refuzon, e mohon në zemrën tënde, te Allahu është sikur se ti mos me kanë prezent ndaj asaj të keqe. Edhe e kundërta, nuk je prezent kur bëhet një e keqe, por ndihjon, kënaqesh dhe pajtohesh me atë keqe, e ke gjinojnë sikur se me kanë dëshmitar dhe prezent i asaj të keqe. Atë ky hadith që ka përmendur Imam Nawawi radhiyallahu anhu, i ka fundit na tregon se urdhënimi për të mirë dhe ndalimi nga keqja është një obligim dhe detyrim shoqëror që kanë muslimanët mes njëri tjetrit. Hadithi i dytë, prej kuptimeve të gjana të fjalës sadaqa, një mënyrë se si muslimani me fitu shpërblimin e Allahut duke dhënë sadaqa, është duke urdhëruar për të mirë dhe ndaluar nga keqja. Në adina se kuptimi i fjalës sadaqa është shumë i gjanë. Me ja dhënë dikujt një fjalë të mirë është sikur se më dhënë sadaqa. Me i buzëqesh dikujt për hatër të Zotit është sikur se më dhënë sadaqa. Me i dhënë lëmosh dikujt është sikur se më dhënë sadaqa. Sa herë që thu subhanallah, zënë se ke dhënë sadaqa. Sa herë që thu alhamdulillah, zënë se ke dhënë sadaqa. Sa herë që thu Allahu akbar, zënë se ke dhënë sadaqa. Sa herë që thu la ilaha illallah, zënë se ke dhënë sadaqa. Ka thënë Zotni sallallahu alaihi wasallam, wa amrun bil ma'rufi sadaqa. Edhe kur e urdhon dikën për të mirë, është sikur se më dhan sadaqa. Wa nahyun 'anil munkari sadaqa. Edhe kur e ndalon dikën nga keqja, e ka sevapin tek Allahu sikur se më dhan dikujt sadaqa. Pika 3 ose hadithi 3. Prej veprave që nëse i realizon muslimani na falen gjunahet dhe na i shlyn gjunahet, është edhe të urdhëruar për të mirë dhe të ndaluar nga keqja. Ai Zotni sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar dhe ka thënë në një hadith: Fitnatu ar-rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha. Sprovat, tmetat, gabimet dhe gjunahet që i bën muslimani ndaj familjes së tij, ndaj pasurisë së tij dhe kujshisë së tij, i shlyn këta tmeta, këto gabime dhe tmeta që i bën muslimani ndaj familjes së tij, ndaj pasurisë së tij dhe ndaj kujshisë së tij, i shlyn as-salatu was-sadaqatu wal-amru bil-ma'rufi wan-nahyu 'anil munkar. Këto tmeta i shlyn namazi, sadaqaja dhe zakati dhe të urdhëruarit për të mirë dhe të ndaluarit nga keqja. Na kena si parim, nëse bëjmë një vepër të keqe, këtë keqe me pasu me një vepër të mirë për me në u falë këtë gjina. Prej këtyne veprave që ka ne i shlyn gjinahet tona, është të urdhëruarit për të mirë dhe të ndaluarit nga keqja. Ka përmend Imam Nawawi radhiyallahu anhu një hadith të katërt. Ka tregu metodën e atij Zotni sallallahu alaihi wasallam se si ka ndaluar nga një keqje me dorën e tij. Ai Zotni sallallahu alaihi wasallam e ka pa një person në dorën e tij kishte unaz arit. Ky Zotni sallallahu alaihi wasallam ja merr unazën e arit prej dorës dhe e hedh. Masi kalam profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, masi ja hedh unazën e arit, i thot këtij personit: a gëzon dikush me majt një gacë prej zjarrave të xhenemit në dorën e tij? E ka lënë Zotni sallallahu alaihi wasallam. Sahabët që ishin prezent, kur e panin këtë ngjarje se si ai Zotni ja mori unazën e arit të këtij personi, ja hodhin në tokë dhe i tha: a gëzon dikush prej jush me majt gacë prej zjarrit të xhenemit në dorë? Masi i ai Zotni, sahabët i thonë këtij personit: merr unazën dhe përfita prej kësaj unaze. Mundesh me afal bashkëshortës, mundesh me afal vajzës tënde, mundesh me afal motrës tënde, mundesh me eshit dhe me përfitu prej parave. Merr dhe përfito prej kësaj unaze. Ky sahabi profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot: kurse si pasha Allahu nuk e merr atë gjë që më ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për këtë rasti, për këtë hadith që ka përmend Imam Nawawi radhiyallahu anhu, kanë kuptuar dietar disa dobi, disa mësime. Mësimi i parë është se ky Zotni sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar nga një keqje me dorën e tij.
Mësimi i dytë është se ari për burrin është haram, kurse për gruan është halal. Ai zotni sallallahu alaihi wasallam ka hyrë një ditë në hutbë, ka marrë arin dhe mnafshin dhe ka thënë këta dy gjana janë haramun li dhukuri ummeti, janë haram për burrat e ummetit tim. Hillun li inathihim, janë halal për gratë e ummetit tim. Ari është haram për burrin. Burri mundet me përdorur për unaz, serbin ose argjentin. Serbin dhe argjentin sa janë. Dobia e tretë e këtij hadithi kanë kuptuar dietar urtësinë e të urdhnuarit për të mirë dhe të ndaluarit nga e keqja. Mund të thonë dikush, po ku e kanë kuptuar dietar urtësinë e profetit Muhammed në këtë hadith? Përkundrazi, ai zotni është rrubi le pak i ashpër, jo ka marrë unazin për dorë edhe jo ka hallën tokë. Ku ka urtësi këtu? Këtu ka ashpërsi, nuk ka as butësi. Ne kena mësu, e kena përmendur vallën e kaluar, se ai që do të urdhë për të mirë dhe ndalu nga keqja, duhet me kanë butë. Kurse ky zotni sallallahu alaihi wasallam në këtë rast ka shpreh një lloj ashpërsie. Ku është urtësia? E të mësonit të mirës dhe e të ndaluarit të keqës. Kanë thënë dietarët. Njështu siç kena raste se ai zotni sallallahu alaihi wasallam na ka nxitni për me kanë butë, edhe shumë raste i ka ndalu tjerë nga një keqë dhe i ka urdhnuar për të mirë me butësi. Kena rastin kur një beduin ka hinë xhami dhe ka urinu në xhami. Ai zotni me butësi më të madhe i ka ndaluar sahabët e tij. Jashtë e ka ftuar person dhe i ka thënë: "Inna hadhihi al-masajid la tasluhu li shay'in min hadha al-bawl wala al-qadar." Xhamia nuk janë vende për urinim dhe për fletësina. Xhamiat janë vende i ibadetit. Lexohet Kur'ani, falet namazi, bëhet dhikr Allahu subhanahu wa taala. Është treguar shumë i bukur. Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami duke qenë në namaz ka fol, dikush është të shtit. Ky person i ka thënë yarhamukallah. Sahabët e kanë shikuar me bishsynin këtë person që foli. Ky person është mërzit përsëri, i ka thënë çka keni si pa më shikoni. Sahabët i kanë vënë shejtë, pusha se ina namaz nuk zban me fol. Ka hesh ky person. Kur ka fal namazin profeti Muhammed tregon ky person: "Ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu." Nuk kam pa edukator dhe mësues më të mirë se sa ai zotni sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë: "Ma kahrani wala darabani wala shatamani." As nuk më ka bërti, as nuk më ka ra, as nuk më ka shah. Po më ka mësuar dhe më ka thënë se namazi nuk ka vend për fjalët e njerëzve. Namazi duhet me përmend Allahun, duhet me lavdëru Allahun, duhet me madhështu Allahun, duhet me lexu Kur'anin. Rast tjetër një person duke ndaj profetit Muhammed me shokët e tij ka ardhur dhe ka thënë duke qenë Ramazan: "O Muhammed, jam shkatru, hajër çka ka bëva me ty, kam fjet me gërën tënde." Ai zotni përsëri me butësinë më të madhe e ka mësuar se çfarë me vepru. Pra kena shumë raste ku ky zotni i ka ndaluar nga një keqe ose i ka mësuar një të mirë me butësinë më të madhe. Kena edhe raste ku ai zotni ka përdorur ashpërsinë. Kanë kuptuar dietar urtësinë e ndalimit dhe të urdhimit duke thënë se prej urtësisë është që njeriu me ditë me dallu metodën dhe mënyrën kur duhet me qenë rigoroz dhe i ashpër dhe kur duhet me qenë i butë dhe i amël. Ai zotni sallallahu alaihi wasallam ka pas rasti i beduinit që ka hinë xhami edhe ka urinu. Beduini ka qenë i paditëm, është tregu i butë. Personi që ka folë në namaz ka qenë musliman i ri, është tregu i butë. Kurse ky person që ka vu unaz në dorë, kanë thënë dietar, ndoshta ky person ka qenë prej atyre njerëzve që e kanë ditë se ari është haram, e kanë nënvlecu këtë punë, ai zotni sallallahu alaihi wasallam është tregu i ashpër dhe e ka gjujt unazin në tokë. Pra, prej urtësisë së njeriu është se duhet me ditë dhe me dallu kur me qenë i ashpër për urdhnim dhe ndalim dhe kur me qenë i butë për urdhnim dhe ndalim. Hadithi i parë që ka përmend Imam Nevaviu radhiyallahu anhu, ka ardhur një person tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë: "Ayyul jihadi afdal?" Cili është lloji i xhihadit më të mirë? E ka orientuar ky zotni sallallahu alaihi wasallam duke i thënë:
kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Fjala e vërtet, fjala e drejt tek një sundimtar zullumçar, tek një sundimtar tiran i padrejt. Këtë hadith e ka përmend Imam Nawawi radhiyallahu anhu për na treguni se të urnumuni për të mirë dhe ndalumuni nga keqja mundet me kanë ose është një lloj prej llojeve të xhihadit, të përpjekjes dhe të luftës që bën muslimani në rrugt Allahut subhanahu wa taala, për me përhap të mirën dhe me ndalu të keqen. Na tregon ky hadith një diçka tjetër. Se qëllimi i xhihadit në Islam është mu përhap e mira dhe mu ndalu e keqja dhe jo mu shkatru njerëzit dhe mu terrorizu njerëzit. Një dobi tjetër e këtij hadithit është se ky hadith na tregon një prej kuptimeve të fjalës xhihad. Me urnu për të mirën dhe të dobishmen dhe të vlefshmen dhe me ndalu nga keqja dhe dëmshmja, ka xhihad. Me respektu, me ndihmu, me nderu prindin, është një pjesë e xhihadit. Me luftu egun, epshin, dëshirat, pasionet që janë të ndalume, është një lloj xhihadit. Me kërku ditunin dhe me përhap ditunin, është një lloj xhihadit. Me i përhap vlerat e Islamit, është një lloj xhihadit. Me mbrojt fen tanë dhe vendin tanë, është një lloj xhihadit. Gjithë këto kuptime të bukura dhe të sakta të xhihadit injorohen sot. Krahasohet xhihadi me terrorizimin dhe frikën dhe masakrimin e njerëzve, që nuk kanë kur gjë të bëjnë me xhihadin islam. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur personi dhe ka pyet pejgamberin, ka dashur të marrë vlerë me shkuën xhihad me të. Ai zotni sallallahu alaihi wasallam i ka thënë hayyun walidak, ai ke prindër gjallë, i ka thënë po, fe fihi ma fajahid, shka bën xhihad me ata. Shka bën xhihad me prindit tanë, por qëllimit ka pas, shka nderoj, respektoj, duj, ndihmoj, shërbej prindit se ke me fitu sevapin e xhihadit rrugt Allahut. Një rast tjetër, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë afdalul jihadi an yujahida ar-rajulu nafsahu wa hawahu. Prej xhihadit më të mirë, prej luftës më të mirë, është me luftu njeriu epshin e tij, egon e tij, dëshirën e tij për haram, pasionet e tij të këqija. Një lloj xhihadi me luftu njeriu me vetveten. Një lloj tjetër xhihadi, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke ndajë me sahabët e tij, i ka thënë kush vjen në këtë xhamin tëme, nuk vjen për vetë se me mësu diçka ose me ja mësu dikujt tjetër diçka, për vetë se ky person është në gradën dhe në pozitën e atij që ka dalë me bë xhihad në rrugt të Allahut. Pra kërkimi i ditunis ose ecja për përhapjen e ditunis është një lloj xhihadit. Kretë këta kuptime të gjana të xhihadit me i ka treguar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Një dobi tjetër e hadithit, që lloji më i mirë për llojeve më të mira të xhihadit është me urdhë është me fol fjalën e drejtë tek sundimtari zullumçar, që nuk kupton urdhrin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Kena shumë raste të dietarëve tonë, për gjeneratave të para të muslimanëve, po edhe të mëvonshëm, të cilët nuk kanë pas prej diet atë sundimtarin, por kanë folë të vërtetën, i kanë urdhëruar për të mirë dhe i kanë ndaluar nga e keqja, edhe pse diku i ka kushtuar jetën, edhe pse diku i ka kushtuar dënimin, edhe diku i ka kushtuar burgimin. Kena disa raste, për shembull, Abdulrahman ibn Abi Layla, ka qenë prej dietarëve të tabiinëve, ka vdekur në vitin 83 Hijri. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, një prej sundimtarëve të asaj kohe, e ka godit me 400 goditje, me 400 herë e ka godit me një kamxhik. Për shkak se nuk ka pranuar me e shah Aliun radhiyallahu anhu dhe i ka kundërshtuar njerëzit që e shahin Aliun radhiyallahu anhu. Por ka ndaluar nga një keqje, ka urdhëruar për një të mirë. Sa'id ibn al-Musayyib, përsëri prej dietarëve, ndoshta prej dietarëve më të mirë të tabiinëve, prej njerëzve më të mirë të tabiinëve, i vdekur në vitin 94 Hijri, e ka godit Marwan ibn Hakam
ose djali i Marwan ibn Hakem ka qenë prej udhëhecave prej sundimtarëve të Medinës, e ka godit 100 goditje me kamxhik. I ka vesh një gjybe leshi edhe i ka hall një kovë ujë të ftoftë në ditë të ftofta. Për me dënu dhe me tërtëru se e urnote për të mirë, e ndalote nga keqja dhe nuk ju binte khalifes në harame. Imam Maliku radiallahu anhu i vdekur në vitin 179 Hijri, përsëri është dënu dhe është burgos. Imam Ahmedi radiallahu anhu i vdekur në vitin 241 Hijri, përsëri është burgos dhe është dënu se ka urnu për të mirë, ka ndalu nga keqja dhe nuk e është bin harameve edhe bidateve që i kanë bë khalifet e asaj kohe. Tregohet për një sultan prej sultanëve të Osmanlive. Sultan Bayezidi i dytë, i vdekur në vitin 1512 sipas kalendarit tonë, sultani i tetë prej Osmanlive. Pa kënë djali i Mehmet Fatihut. Mehmet Fatih prej sultanave të famshëm Osmanli, Mehmet Fatih, ai në realitet quhet Ahmed Fatih ose Muhammed Fatih, mirë pa turqit fjalën Muhammed nuk e përdorin Muhammed quajnë vetëm profetin Muhammed. Njerëzit e tjerë i quajnë Mehmet, qëllimi i tyre është për Muhammed. Bayezidi, djali i Mehmet Fatih, Bayezidi i dytë, i vdekur në vitin 1512 sipas kalendarit tonë, ka shku me prezantu tek gjykatësi islam i Parandërisë Osmane. Ka shku me dëshmu për një çështje. Gjykatësi i asaj kohe, Shamsuddin el-Fennari, kur ka ardhur sultani për me dëshmu për atë çështje, ka thënë unë ty nuk të pranoj dëshminë tonë. E ta refuzu dëshminë gjykatësi islam, do me thënë ki bën një punë të madhe. Do me thënë që nuk i besueshëm dhe i drejtë, se nuk i refuzohet dëshmia përveç se një personi që s'është i drejtë. Për ndryshe nëse një i drejtë, gjykatësia ka obligim me ta pranojë dëshminë tonë. Ja ka refuzuar Sultan Bayezidi i dytë dëshminë. Sultani ka pyet pse? Çka ka bërë? I ka thënë se ti nuk e fal namazin me xhamat në xhami me muslimanët. Sultani ka qenë ashtu vek. Ka dhënë urdhën më ndërtu një xhami në pallatin e tij, afër pallatit të tij të sultanetit, dhe prej atë ditë e mbrapa treguhet për Sultan Bayezidin se i ka falë të namazet në xhami me xhamat. Ky rast tregon Allah anën e mirë të sultanëve Osmanli, jo vetëm atë anën e keqe që kena lexuar dhe ndëgjuar për librat shqip. Sultan Bayezidi ka ndërtuar një xhami te një prej kodrave të Stamullit, edhe ditën që ka hap, ditën e xumë, i është drejtuar tan hoxhallarëve që kanë qenë prezent. I ka ftuar me fal namazin e xumas pa me një kusht. Du me dalë me fal namazin e xumas një hoxh që i ka falë gjithmonë sunetet e jacis edhe sunetet e ikindis. Asnjë hoxh nuk ka çuar dorën. Atëherë ka thënë ta kanë mua me falë se unë kurse kam lënë këta sunete. Përsëri tregon një anë pozitive të Osmanlive, të perandorëve ose të sultanëve Osmanli. Qëllimi ishte më të tregu se ky gjykatës islam Shamsuddin el-Fennari nuk ka pas frikë, e ka urdhëruar sultanin për të mirë edhe ose e ka ndaluar nga një keq edhe e ka refuzuar dëshminë e tij se ky sultan nuk prezanton namazet me xhamat në xhami me muslimanët. Normalisht ka dhe shumë ndolli për dietarëve se si kanë urdhëruar sultan ose khalifet e kohën e tyre për të mirë dhe i kanë ndaluar nga keq. Hadithin e 6 ose pika 6 pa që i ka përmend Imam Nawawi radhiyallahu anhu, hadithi 6 i fundit. Të urdhëruarit për të mirë dhe ndaluarit nga e keqja, nëse muslimanët e lajnë këtë detyrim, dhe nuk e praktikojnë, është për shkaqeve që Allahu subhanahu wa taala me i dënu dhe duat e tyre mos me ia pranojnë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La ta'murunna walladhi nafsi bi yadihi", pashaat në dorën e të cilit është shpirti jam. Do të urnoni për të mirë dhe do të ndaloni nga e keqja, ose përndryshe Allahu ka për t'ju dërguar një dënim përmbi ju. Thumma tad'unahu fala yustajabu lakum.
e mos i t'ju dënojnë Allahu, ose në prek të dënimit të Allahut keni për ta lutë Allahun, por nuk ka për t'ju pranuar duat e tuaja. Pra prej shkaqeve që na me meritu dënimin Allahut, edhe mos më në pranu duat tona, është me elan këtë detyrim dhe këtë obligim që kena mes një tjetrit dhe muslimanëve, me e këshillu, me e urnu për të mirë një tjetrin dhe me ndalu një tjetrin nga keqja. Mundet me thënë dikush, po si ta kuptojmë ajetin kuranor në surën Al-Maide, ajetin 105, ku Allahu subhanahu wa taala thot, surën Al-Maide, ajetin 105, Allahu subhanahu wa taala thot: Ja ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum, o ju të cilët keni besu, runa vetveten tuaj, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum, nëse jeni të udhëzuar, nuk ju bën dëm juve ai që ka deviju dhe ka hup. Këtë ajet Kur'an mundet me thënë dikush, Allahu subhanahu wa taala ka pas hodhin tonë edhe me ka thënë runa vetveten tuaj, nëse jeni të udhëzuar, mos u interesoni, mos u shqetësoni, sa ai që hup nuk ju bën dëm, nuk ju bën dëm gjallë. Dënimi i atij nuk ju ka planë juve. Nuk e ke obligim ti me udhëzu nëse ti për veti je i udhëzuar. Kjo është kuptimi i parë i këtij ajeti. O ju të cilët keni besu, runa vetveten tuaj, nëse jeni të udhëzuar, nuk ju bën dëm juve ai që ka deviju dhe ka hup. Ky ajet nuk do të thonë se nuk e kena për detyrim për me thirr dhe me urdhnu një tjetrin për të mirë dhe me ndalu nga keqja. As nuk do të thonë se Allahu nuk mundet me na dënu neve nëse e keqja e mund të mirën dhe e keqja është më shumë se sa mira mes nesh. Pse nuk do të thonë kështu? Për shkak se djetë sahabët e profetit Muhammed, dietarët e Islamit e kanë kuptuar këtë ajet në këtë mënyrë. Mënyra e parë kanë thënë: O ju të cilët keni besu, runa vetveten tuaj, nuk ju bën dëm juve ai që ka hup dhe ka deviju, përderisa ju e urnoni një tjetrin për të mirë dhe ndaloni nga keqja. Pra nëse urnoni një tjetrin për të mirë dhe ndaloni nga keqja, mirë po fjala juaj nuk vën vend dhe nuk ja vën veshveshin, nuk ja vën kushveshin vesh, atëra juve nuk ju bën kushdam. Ai që hup, dënimi i tij nuk ju ka planuar dhe juve. Kuptimi i dytë që kanë dhënë dietar, o ju të cilët keni besu, runa vetveten tuaj se nuk ju dëmton ai që ka hup, nëse jeni të udhëzuar, nëse s'keni mundësi për me urdhnu për të mirë dhe me ndalu nga keqja. Përndryshe, nëse keni mundësi me urdhnu për të mirë dhe me ndalu nga keqja dhe nuk e zbatoni këtë urdhën, mundet Allahu me ju dënu, subhanallahu. Kuptimi i tretë, kanë thënë dietar, o ju të cilët keni besu, runa vetveten tuaj duke urdhnu një tjetrin për të mirë dhe ndalu nga keqja mes muslimanëve. Se nëse urdhoni një tjetrin për të mirë dhe ndaloni vetveten nga keqja mes muslimanëve, idhujtaria e idhujtarëve dhe ateizmi i të pafeve nuk ju bën dëm juve muslimanëve. Përndryshe, nëse e lëni këtë obligim, mundet me ju dënu Allahu dhe juve, mundeni edhe ju me meritu dënimin Allahut, nëse e keqja e mund të mirën, shtohen njerëz të keq dhe shtohen njerëz të këqij dhe shtohen veprat e këqij. Elusim Allahun subhanahu wa taala që veprat e mira më i pranu, gjunahet tona më i fal dhe më i paksu. Elusim Allahun subhanahu wa taala zemrat e muslimanëve më i bashku, Allahu shpërblet për pjesëmarrjen subhanahu wa bihamdihi. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.